Egli, duke vëzhguar nga një kënd tjetër, ndjen një valë të fortë xhelozie që po e pushton. Ndërsa shikon Gjestin dhe Loredanën duke kërcyer dhe luajtur së bashku, ajo fillon të ndihet e tensionuar dhe e shqetësuar. Qeshjet dhe hapat e tyre të shpejtë, si dhe kimia që kanë mes tyre, i bëjnë Eglin të mendojë më shumë se sa duhej. Egli e sheh Gjestin që, me një buzëqeshje të plotë, po përpiqet ta bëjë Loredanën të qesh, ndërsa ajo i përgjigjet me të njëjtën gazmorësi. Ata po lëvizin në ritmin e muzikës, duke u ngacmuar njëri tjetrin dhe duke krijuar një atmosferë plot argëtim. Loredana, e mbushur me energji, po i jep hapin Gjestit dhe është duke u argëtuar me të sikur më parë. Por Egli, nga ana tjetër, fillon të ndjejë një bezdi që po i mbush mendjen. Ata duken kaq të lidhur, kaq natyrshëm së bashku, dhe kjo është ajo që e shqetëson më shumë. Ndërkohë, ajo shikon se Gjesti po e merr seriozisht momentin dhe po e çon në një tjetër nivel argëtimi, ndërsa Loredana duket se është e lumtur për këtë vëmendje. Ajo fillon të ndjejë një shqetësim të thellë dhe, pa mundur ta fshehë, i drejtohet një miqësore, por edhe me një ton të mbredh. Po shikoni ju të dy, ju duken kaq të lumtur bashk, apo nuk keni menduar për ndjenjat e të tjerëve? I thot ajo me një theks të dukshëm paksa të ngurtë. Gjesti dhe Loredana e ndalin të qeshurën dhe e shikojnë Eglin, e cila tashmë po qëndron me duar të kryqëzuara. Gjesti, pa u ndjerë shumë i shqetësuar, përgjigjet me një buzëqeshje ngacmuese. Po, Egli, do të duhet të jesh këtu me ne. Pse nuk bashkohesh dhe ti, që ta bëjmë edhe më argëtuese? Thot ai duke i hedhur një sy Loredanës, e cila gjithashtu po qesh dhe e shikon Eglin. Egli e di që ka përjetuar një moment të vështirë, por ndjen se është më mirë të mbajë ndjenjat për vete. Megjithatë, nuk mund të ndalojë një valë pasigurie të shpërthejë brenda saj. Ajo, me një buzëqeshje të sajuar, ia kthen, ndoshta më vonë, për momentin, preferoj të shikoj. Kjo është mjaftueshëm. Gjesti e kupton se ajo është e shqetësuar, por ai e injoron për momentin dhe vazhdon të kërcen me Loredanën, duke harruar për disa çaste çdo gjë tjetër.